Dhuna në familje kohëve të fundit të shtuar dhe po ashtu dhe numri i raportimeve është rritur në komunën e Gjakovës. Shefi i hetimeve në stacionin e policisë në Gjakov, Qamil Gashi, tha se krahasuar me vitin e kaluar në periudhën janar-maj 2025, numri i rasteve të dhunës në familje ka shënuar rritje. Në stacionin policor të Gjakovës, gjatë vitit 2024, janë trajtuar rreth 120 raste të dhunës në familje, ndërsa për periudhën e njëjtë kohore të vitit të tanishëm, deri në këtë moment i kemi të raportuara 55 raste të dhunës në familje. Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kemi 54 raste kanë qenë vitin e kaluar, i bie një rast më tepër. Gashi tha se vedia e qytetarëve për të raportuar secilin rast të dhunës është në rritje si një mundësi e mirë për të parandaluar këtë fenomen. Në qytetin e Gjakovës, vetësimi i qytetarëve është mjaftueshëm i lartë për të raportuar rastet të dhunës në familje, ndërsa trajtimi i tyre nga ana e policisë bëhet në mënyrë mjaft profesionale, prioriteti i veçantë i kushtohet viktimave të dhunës në familje. Ne kemi në kuadër të stacionit policor Gjakovë dhe në kuadër të njësisë që udhëheqën, kemi policë të trajnuar enkas për këto raste. Toger Gashi gjithashtu tha se raportimet e dhunës në familje kryesisht i bëjnë gratë, të cilat rëndom janë viktima të dhunës në familje.